vetës ata që më shumë t'i donë, për më shumë që ndoshta kjo bote pa drejt nuk e meriton të shpatin, prandaj Zoti e mori pranë vetes më herët që ne e pritëm. Sigurisht që kjo është një ngjarje e cila të gjithëve na ka pikëlluar, sepse ashtu siç ne e kemi njohur dhe siç e kemi dashur që ai të prezantojë dhe më tutje vlerat më të mira që kemi si komunitet, si Tetov, ashtu siç përmendi edhe ikona tjetër e Tetovës Arifi dhe shumë tjerë individ dhe grupe të cilët e prezantojnë Tetovën edhe në rangun kombëtar, por edhe ndërkombëtar, një ndër ta ka qenë Shpati i cili më së miri na ka prezantuar, prandaj ne ndjejmë dhimbje që nuk do ta kemi në mesin ton, por sigurisht që ngushtimi është se edhe më tutje do jetë në mesin ton me gjithë këngët dhe me gjithë atë që ka pasi krijimtarit të tij, por po ashtu ngushtimi jonë do të jetë ajo që gjithë besojmë që Shpati me punën që ka bërë, por edhe si besimtar që ka qenë nga banorët e Parajsës. Prandaj do ju kisha lutur që gjithë të luteni për Shpatin dhe të urojmë që bashkë me të jemi në Parajsë. Ngushtime familjes.